Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Për sot do të gatuajmë një byrek që përgatitet shumë lehtë dhe del tejet i shijshëm, sidomos për fillestar dhe për ata që kanë nevojë për një ide të shpejtë dhe të lehtë kur nuk kanë shumë kohë, me një pamje të veçantë për një byrek të tillë. Le të vazhdojmë së bashku duke përgatitur lehtë. Le të vazhdojmë së bashku hap pas hapi duke përgatitur. Si fillim do na nevojiten 400 me 500 gram me djath. Mund të përdorni djathin që juve preferoni. Unë i kam përzirë sipas shijeve të mia. Në vend të djathit mund të përdorni dhe gjizë. Do vazhdojmë duke e thërmuar me një pirun ose me dorë. 4 lugjedhe të plota me salcë kosi ose ajk, diku te 200 gram, 2 vezë të plota piper, krip do të shtoni vetëm nëse djathi nuk është i kripur. Një lugjedhe vaj ulliri dhe të vazhdojmë duke e përzirë të gjitha së bashku. Në vend të salcës së kosit mund të shtoni dhe kos pak nga pjesa e trash, që mos të jetë tepër i lëngshëm. Këtu të dashur miq kam shtuar 2 lugjedhe me bukë të thekur, pra thërmia buke ose galet. Nëse nuk ju gjendet në shtëpi, atëherë mund ta zvendçoni me një lugjedhe miell dhe mbushjen e kemi gati. Dhe tani të na nevojiten 2 pako me pejtë sfoliat. Petet që unë kam përdorë peshonin të dyja gjithsej 700 gram. Mua më është nevojitur një petë e gjys. Por i kam përdorur që të dyja pak a shumë për prerjet dhe pjesën e mbetur e vendosa në frigorifer duke e mbështjellë dhe kur ta përdor do e hap sërish si petë. Tepsia që unë kam përdorur në video është e rumbullakët, diku te 32 cm madhësi. Ju mund të përdorni edhe tepsi katrore, sipas dëshirës. E spërkasi me pak bukë të thekur galet. Kjo është opsionale sipas dëshirës. Nëse nuk keni, mund ta spërkasni me pak miell misri të imët. Do vazhdojmë duke e vendosur petën sipër, pasi e kemi prerë në mas dhe do jetë shumë e lehtë. Mund ta prisni pak vërdall nëse është më e madhe. Erdhi radha të shtoj mbushjen. Mbushjen të dashur miq mund ta bëni edhe me diçka tjetër. Për shembull me prosciutto, djath kackavall dhe salcë domatesh. Në të vërtetë është një kombinim perfekt dhe del tepër i shijshëm. Sidomos fëmijët e mi e pëlqejnë tepër. E shtrojmë mirë me një lugë në të gjithë tepsinë. Erdhi radha të bëjmë prerjen për ta mbuluar dhe dekoruar sipër. Do e presim në rripa të holla në këtë mënyrë siç e shikoni dhe në video. Do i marrim dal nga dal me kujdes. Në ver që është dhe vap, peta sfoliat duhet të jetë e ftohtë nga frigoriferi, sepse gjalpi që ka brenda shkrin dhe bëhet shumë e ujshme dhe ngjitet. Pasi e kemi dekoruar në këtë mënyrë, bëjmë prerjet vërdall si në video. Dhe pasi që kemi përfunduar, në një tas të vogël shtojmë një të verdhë veze, një lugë e gjys me qumësht ose ujë, e përziejmë mirë dhe vazhdojmë duke e lyer sipër në këtë mënyrë. Më tepër do lyejmë petat sfoliat dhe jo mbushjen, që të ketë dhe një pamje teje të mirë pas pjekjes, të marrë ngjyrë të artë. Dhe tani do vazhdojmë duke e pjekur në furrë të parangrohur në 180 gradë për afërsisht 35 me 40 minuta. Pjekjen të dashur miq do e kujdesni dhe vetë sipas furrës tuaj. Mund ta shërbeni të ngrohtë ose të ftohtë sipas dëshirës. Nëse ju pëlqejnë recetat tona, mund të regjistroheni në kanal duke shtypur butonin subscribe. Gjithashtu mund të aktivizoni dhe zilin për të njoftuar për recetat e reja. Nëse ju pëlqejnë recetat e sotshme, mos harroni të jepni një like dhe ta ndani me miqtë tuaj në rrjetet sociale. Për ata që do e provojnë, punë të mbarë dhe ju bëf të mirë. Gjithë të mirat, bashkë mirë dëgjofshim në recetën e radhës.